po jo. Mbram ka pas një bisedë në të cilën ju është thënë që do të thotë kemi vullnet me ju ofru 30 nënshkrime, mirë po vetëm në garë me zotëri Glauko Njufsa. Dhe t'i ofrohet presidentes në hy në garë, por pa garantuar vot, kjo është një formalitet. Pra kjo nuk mund të quhet përkrahje, por përpjekje për lajthitje në procesin më të rëndësishëm shtetëror. Po të kishte ofru vetëvendosja dhe atë prej fillimit një përkrahje me 66 vota të cilat i ka në vendin e Republikës së Kosovës, sigurisht që sot nuk do të ishim në këtë situatë. Pra i është ofru mundësia për kandidim dhe jo vota. Pa garantuar vot për presidenten Osmani. Asnjë nga këto 66. Pjesëmarrje në proces pa garantuar vot për presidenten Osmani, po e përsëris. Pra, a ekziston enda jo ofertë, a është refuzuar në tërësi që nga komunikimi djeshëm? Dëgjoni, ju nuk mund të futeni në një garë ku kërkohet nga ju që të bëni korumin, përderisa jeni presidente dhe atë presidentja më e suksesshme e të gjitha kohrave, do të thoja, sidomos pas periudhës së pavarësisë, me gjitha të arriturat e saj, sidomos në raport me politikën e jashtme, me të gjitha sukseset të cilat janë kurorëzu, sidomos kohëve të fundit, pra pas një pune të gjatë dhe shumë të vështirë, duke marrë parasysh të gjitha ndryshimet geostrategjike dhe geopolitike në botë, dhe t'i kërkohet tani veç formalisht të futet në garë sa për të bërë korumin, aq me tepër me një kandidat i cili deri dje ishte aleati kryesor dhe bashkëpunëtori, një ndër bashkëpunëtorët më të afërt të presidentes Osmani, kjo nuk është as e sinqert dhe është krejt e papranueshme. Pra, synimi sipas juve në këtë rast është jo që t'ja ofroj presidentes aktuale edhe një mandat, po që ta shfrytëzoj që të arrihet ai kriteri i procedurës për 2 kandidat dhe të procedohet tutje. Pikrisht, po t'ishte kjo e para, sigurisht që presidentes Osmani qysh prej fillimit do t'i ofroheshin 66 vota dhe do të kërkohej përkrahja edhe të subjekte tjera të cilat edhe sipas vetë kryeministrit Kurti kanë qenë konstruktive në ditët e para, mirë po pastaj kur në tavolinën e bisedimeve nuk është përmend fare emri presidentes Osmani, normal që situata ka ndryshu dhe kjo krejt ka përfundu me një përpjekje që presidentja Osmani të konsiderohet si një kandidate për të krijuar korum. A ka qenë edhe më herët kjo ofertë apo është e djeshme që nga dje? Dhe dim që kundër kandidatet zakonisht kanë qenë personat e cilët fare nuk janë konsideru as për garë dhe as me pak për kandidat për president, mirë po kanë qenë aty për të përmbushur këtë kriter. Dhe kur bëhet fjalë për presidenten Osmani, përveç se është liderja me përkrahjen më të madhe popullore në vend, me numrin më të madh të votave të cilat ndonjëherë ka pas një grua në Republikën e Kosovës, madje edhe